Mirë se vini në aventurën e parë të familjes tonë për vitin 2026. Është ditë e diel, dita e familjes dhe menduam që ta shijonim këtë të diel ndryshe. Dimi po ikën shpejt, por këtë vit Gjermaninë e ka mbuluar Debora, sikurse edhe Frankfurtin. Duke qenë se biri është më i madh këtë vit, donim të bënim diçka argëtuese që ai ta shijonte edhe vet. Prandaj vendosëm se ku ka më mirë se të shkonim në resortin më të famshëm të skive në Gjermani, që është afërsisht 2 orë larg nga Frankfurti. Unë nisëm në mesditë rreth orës 12:30, edhe pse resorti mbyllej në 4:30, kjo gjë nuk na ndaloi. Pista e Deborës ishte ndarë në 2 gjysma, njëra për persona që bënin ski dhe pjesa tjetër për sliding ose për të rëshkitur, që kjo ishte më shumë për ne, sidomos për Ayanin. Morëm me qerak të rëshkitse që kushtonte 8 euro, të 2 çunat e shtëpisë me prisin të fillonin. Dhurata më e bukur për fëmijët tanë është koha dhe udhëtimet për të parë botën dhe për të eksploruar gjëra të reja. Fatin tonë të mirë, tek Ayani dhe Kazo përgatiteshin për të bërë sliding e parë, na u ofrua një zotëri dhe na pyetën nëse kishim bileta për ashensorit që të ktheheshim sërish lart, në të kundërt do të duhet të ngjiteshim me këmbë. Dhe me mirësjellje na ofroi 2 bileta falas. Në ashensor nuk mund të udhtonin gratë shtatzan dhe fëmijët nën 3 vjeç. Dhe biletën mund ta përdorje gjithë ditën për pjesën e ashensorit dhe kushtonte diku tek 20 euro për person. Ndërkohë mami shijonte pamjen dhe gëzimin tek sytë e birit dhe kishte një adrenalin shumë të veçantë tek i shikoja të dy bashkë, dhe sidomos gëzimi që biri kishte në sytë e tij sepse po e shijonte shumë. Dhe këtu kaluam te një pjesë tjetër që ishte pjesa e poshtme e pistës së Deborës, nga ku vazhdonte pjesa e ndarë për ski dhe për rëshkitjet. Pamja nga këtu ishte një mrekulli, një pikturë e vërtet. Bredet ishin mbushur me dëbor, njerëzit bënin ski dhe lart mbi pemë lëvizte ashensori. Gjithashtu, anash pistës kishte edhe bar restorant me muzikë shumë të këndshme. Një moment më ishin bërë pantallona tek gjunjët me dëbor dhe biri e vuri re dhe erdhi direkt të mi pastronte me doçkat e vogla, shoku më i mirë i mamushit. Dhe ja tek ishte momenti i ashensorit, skanuam kartën veç e veç dhe pritëm radhën për të ulur. Mënyra më e sigurt ishte të qëndroje para ulses dhe tek ajo prekte këmbët të uleshe, dhe më pas duhet të ulje dorezën e sigurisë. Kishte 2 ashensor të ndarë, njëri për ski, tjetri për rëshkitësit. Dhe pamja nga ashensori ja vlente shumë sepse kishte mundësi të shihej resortin nga lart. Dhe zbritja e ashensorit ishte shumë për të qeshur, sepse duhet të hidheshe dhe më pas të vrapoje sepse ulësja të vinte mbrapa dhe nuk ndalonte. Këtë vit që ka rënë në Debor në Frankfurt dhe Ayani ka filluar të kuptojë më shumë gjërat vet, shfaq një kënaqësi të madhe për Deborën. E shijon shumë sidomos të bëjë topa Debore dhe të gjuajë ato. Ayani nuk kishte të ndaluar, thonte vazhdimisht pa, sepse nuk donte që të përfundonte pjesën e rëshkitjes. Dhe nga ky moment kam qeshur shumë kur Kazo ecën dhe Ayani bie dhe ai e kupton më vonë kur e sheh që rëshkitja i lehtësohet.
Një tjetër aventurë ishte edhe xhiro me makinë që sërish Grashtazan dhe fëmijët në 3 vjeç nuk lejoheshin, kështu që ne nuk e provuam si aventurë, por si admiruese makinave, Ajani nuk lëvizte nga aty pa parë çdo makinë që kalonte. E pas shumë rëshkitje, zhbiri u lodh. Mama! E pasi e shijuan bashkë rëshkitjen, i tha babi Kazos që të shkonte të provonte një herë vetë. Krahasuar me Ajanin shofer në vendin e parë, babi Kazo nuk performoi aq mirë vetëm. Sfida më e madhe e gjithë aventurës ishte që të ngjisje malin për të shkuar në fillim të pistës. Yeah. Edhe pse ishin minutat e fundit para mbylljes, kishte pafund njerëz që vazhdonin të bënin rëshkitjet dhe ski. Dhe ishte momenti për të kthyer rëshkitsen. Dita u mbyll në mënyrë më perfekte. Ne që ngroheshim në makinë, ndoronim çorapet e lagura dhe konsumonim ushqimet që kishim marrë me vete, si patetina, dardha, biskota, puding dhe banane. Ajani e shijoi aq shumë këtë ditë, sa kur e pyesnim au kënaqe, pohonte me kokë. Dhe ku kishte lumturi më të madhe për ne se të shikonim birin aq të lumtur dhe ne me thjeshtësinë tonë tek shijonim ato momentet e vogla në makinë. Alhamdulillah Zotit dhe subhanallah për këto momente të vogla. Në kthim na zuri një trafik i gjatë, por ne shijonim kohën tonë në makinë me muzikë shqiptare. Kaluam nëpër disa fshatra ku si e diel nuk ishte asnjë njeri që ende rrugëve. Gjë që kjo në Gjermani krahasuar me Shqipërinë dhe Bangladeshin është shumë ndryshe. Në Shqipëri e diela është e zhumshme, kurse në Bangladesh e diela është ditë pune. Dhe ditët e pushimit në Bangladesh janë e premtja dhe e shtuna. Best expression given. Yes. Look. Wow, mama. That is the fair. Yeah, took it. The road. The railing. Very nice. Por prisni sepse kthimi për në shtëpi ishte shumë interesant. Ndaluam në McDonald's dhe tek prisnim filluan flokët e dëborës të binin. Dhe tek u zgjuam mëngjesin e të hënës, bardhësia e borës kishte mbuluar çdo gjë. E kishim sjell dëborën me vete. Ne shihemi sërish në një aventurë tjetër. Paçim!